Një titull që të ndez nervin, një video 30 sekondëshe që të nxit zemërimin, një ekspert që flet me siguri absolute dhe një portal që e kthen opinionin në fakt, pikërisht këtu nis pyetja: si kuptohet propaganda politike mediatike? Jo në teori, por në praktikën e përditshme, aty ku publiku përmbytet me mesazhe të dizajnuara për të orientuar bindje, për të zbutur skandale apo për të goditur kundërshtarin. Propaganda nuk është thjesht gënjeshtër e trash, shpesh është më e rrezikshme kur përzihet me gjysmë të vërteta, me kronologji të deformuar, me statistika të cunguara dhe me emocione të programuara. Ajo nuk kërkon me do e mos që ta besosh më njëherë. Mjafton të fus dyshimin aty ku ka fakt dhe bindjen e verbër aty ku duhet verifikim. Si kuptohet propaganda politike mediatike në lajmin e përditshëm? Shenja e parë është që mesazhi duket i ndërtuar për të shtyrë drejt një reagimi të menjëhershëm, jo drejt kuptimit të ngjarjes. Kur një lajm të lë pa frym, por pa përgjigje për pyetjet bazë, kush, kur, si, me çfarë prove, ka arsye për alarm. Propaganda i bie shkurt rrugës së verifikimit dhe të çon direkt te përfundimi që i lëvërdis. Një tjetër tregues është përsëritja. Kur i njëjti këndvështrim, e njëjta fjali, i njëjti etiketimi një personi apo grupi përsëritet në studio, në portale, në deklarata politike dhe në rrjetet sociale, nuk kemi thjesht koherencë mesazhesh. Shpesh kemi koordinim. Propaganda punon me ritëm, jo vetëm me përmbajtje. Ajo ta vendos një narrativ përpara syve, aq shpesh sa të duket normale. Po aq domethënë se është dhe mënyra si trajtohen palët. Nëse një figurë politike paraqitet vazhdimisht si shpëtimtar, reformator, njeri i hekurt ose viktime përhershme, ndërsa kundërshtari si tradhtar, i paaft, antikombëtar ose i korruptuar pa prova konkrete në çdo rast, kemi të bëjmë me kornizim propagandistik. Media nuk po të ndihmon të kuptosh konfliktin, po të tregon kë duhet të duash dhe kë duhet të urresh. Ku ndryshon propaganda nga informimi? Informimi serioz lë vend për dyshim të arsyeshëm. Ai dallon fakti nga komenti, citimi nga interpretimi dhe ngjarjen nga spini politik. Propaganda bën të kundërtën. Ajo i përzihen të gjitha në një paketë të vetme që konsumohet shpejt dhe nuk të lë kohë për filtr kritik. Një raportim i ndershëm mund të jetë i fortë, kritik, madje edhe i ashpër ndaj pushtetit. Kjo nuk e bën propagandë. Dallimi qëndron te prova, balanca minimale dhe transparenca mbi burimin. Nëse media sjell dokumente, deklarata të verifikueshme, kontekst dhe e bën të qartë çfarë dihet e çfarë mbetet e pa konfirmuar, ajo po informon. Nëse mbështetet te formula si thuhet, burime pranë, mendohet, nëse ndërtohet një gjyq publik të gatshëm, po hyn në terrenin e manipulimit. Problemi është se propaganda moderne rrallë vjen me fytyrë brutale. Ajo vishet si analizë, si patriotizëm, si moral publik, si shqetësim qytetar. Kjo e bën më të vështirë për të dalluar, sidomos kur publiku është i lodhur, i polarizuar dhe i gatshëm të besojë atë që u përputhet bindjeve. Mekanizmat që përdor propaganda politike mediatike. Mjeti më i përdorur është seleksionimi. Nuk është e nevojshme të shpikësh një fakt, mjafton të zgjedhësh vetëm ato fakte që të shërbejnë. Një protestë mund të paraqitet si dështim duke treguar boshllëqet, ose si sukses historik duke filmuar vetëm turmën e ngjeshur. Të dyja pamjet mund të jenë reale, por e vërteta e plot mungon. Pastaj vjen gjuha, fjalët nuk janë neutrale. Kur një grup quhet qytetar të revoltuar dhe tjetri militant, publiku po drejtohet pa e kuptuar. Kur një vendim etiketohet i guximshëm ose i rrezikshëm para se të shpjegohet përmbajtja e tij, media nuk po raporton vetëm, por po orienton leximin politik të ngjarjes. Një mekanizëm dhe më i fortë është autoriteti i sajuar. Analistë të ricikluar, ekspertë që shfaqen kudo, profile që shiten si të pavarura, përflasin me të njëjtin tekst, krijon iluzionin e konsensuesit. Kur shumë zëra thon të njëjtin gjë, publiku mendon se kjo duhet të jetë e vërteta, por ndonjëherë është vetëm ekipi propagandës me kostume të ndryshme. Më pas hyn emocioni, frika, zemërimi, krenaria kombëtare, poshtërimi, viktimizimi. Këto janë karburanti i propagandës. Sa më pak kohë të kesh për të menduar, aq më shumë shanse ka që të reagosh si çdo ai që kontrollon mesazhin. Prandaj propaganda pëlqen urgjencën artificiale, shokun, historinë morale dhe ndjensinë se duhet të zgjedhësh anë tani. Si kuptohet propaganda politike mediatike në studio dhe rrjetet sociale? Në studio televizive, propaganda shpesh nuk vjen nga ajo që thuhet, por nga mënyra si ndërtohet skena, kush ftohet vazhdimisht, kush ndërpritet, kujt i jepet koha të shpjegohet dhe kujt i kërkohet të mbrohet. Edhe ky është redaktim politik. Kur paneli është i dizajnuar për të prodhuar një fitues të paracaktuar, debati nuk është debat, por teatër me regji. Në rrjetet sociale loja bëhet dhe më agresive. Aty propaganda lëviz me meme, video të prera, statuse me tona absolute dhe llogari që sillen si qytetar të zakonshëm, por funksionojnë si shpërndarës linje. Shumë përdorues e ngatrojnë popularitetin me besueshmërinë. Një postim me mira shpërndarje nuk bëhet fakt vetëm sepse u bë viral. Algoritmi e përkeçon problemin. Ai të jep më shumë nga ajo që të ndez. Nëse ke klikuar disa herë mbi një narrativ politike, do të shohësh gjithnjë më shpesh. Kështu krijohet dhoma e Jehonës.
Aty propaganda nuk duket më si propagandë, sepse të gjithë rreth teje po thonë të njëjtën gjë. Testi i shpejt për lexuesin kritik. Kur has një material politik, pyet fillimisht çfarë prove ka, jo çfarë toni ka, jo sa i zemëruar është autori, jo sa bindës duket moderatori. Prova mund të jetë dokument, deklaratë fortë, vendim zyrtar, video pa prerje manipuluese, krahasime të dhëna të mëparshme. Pa këtë shtyllë, gjithçka tjetër është tym. Pyetja e dytë është çfarë mungon. Propaganda është paqë e dukshme të bësh llojqet se ta frazat. A mungon pala tjetër? A mungon konteksti kohor? A është prerë pjesa që ndryshon kuptimin? Apo përdoret një episod i izoluar për të nxjerrë përfundim total? Shpesh manipulimi nuk qëndron te ajo që shfaqet, por te ajo që fshihet. Pyetja e tretë është kujt i le verdis. Kjo nuk do të thotë se çdo lajm është komplot, por politika dhe media janë fusha interesi, influence dhe lufte narrativash. Kur një mesazh del pikërisht në momentin kur duhet të mbulojë një aferë, të shpërqendrojë vëmendjen ose të pastrojë imazhin e një figure, rastësia bëhet më pak bindëse. Pse publiku bie prek kaq lehtë? Sepse propaganda nuk synon budallënjt, synon njerëzit e lodhur, të zemëruar, të zhgënjur ose të bindur fort paraprakisht. Një qytetar i ngarkuar me lajme nuk ka gjithmonë kohë të verifikojë. Një votues i polarizuar kërkon më shumë konfirmim sesa informacion. Një publik i goditur nga skandalet e pafundme bëhet cinik dhe nis të pranojë çdo gjë si normale. Këtu qëndron rreziku real. Propaganda nuk fiton vetëm kur mashtron, fiton edhe kur të bind se e vërteta nuk gjendet kurrë, se të gjithë gënjejnë njësoj, se s'ja vlen të dallosh faktin nga montazhi. Në atë pikë publiku dorëzohet dhe terreni mbetet i lirë për ata që bërtasin më fort. Për një media me nerv kritik si CNA, sfida nuk është thjesht të denoncojë propagandën e palës tjetër. Sfida është të ruajë ndarjen e qartë mes qëndrimit editorial dhe faktit të verifikueshëm. Lexuesi shqiptar sot nuk ka nevojë për zhurmë shtesë, ka nevojë për sy të mpret. Prandaj herën tjetër kur një lajm politik të kërkojë reagim të menjëhershëm, ndalu pak, shiko fjalët, bosh lloqet, interesin pas mesazhit dhe provat mbi tavolinë. Propaganda ushqet me nxitim, qytetaria fillon të dyshimi arsyeshëm.